Përgjithmonë Banaking. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Term now, and he doesn't want it to be filled with the kind of anger and volatility of the first term with all the impeachments and things like that. And so Fushata elektorale amerikane për Berishën tregon që konservatorët amerikanë duan të mbështesin të djathën e Europë. Natyrisht që asgjë nuk është free, nuk ka free lunch. Por fakti që Rama nuk arriti dot të kishte si kryetar fushatës ti lasi vitën duke afruar shumë të mëdha, miliona dollar, tregon që agenda e Lacivitës dhe e presidentit Trump është në kundërshti me të majtën socialiste, atë që ai ka quajtur këlyshi i Sorosit në Tiranë. Does anything but reach out across the aisle and try and pass the legislation that way. He knows the dangers that the wrong people in office can cause, not just at the top level, but inside the system as well. And so I think there will be blue ribbon kind of commissions to, like Carter did with Stansfield Turner. Yeah. Janë 200 padi gjyqësore ndaj administratës Trump. 86 prej tyre kanë ndaluar provizorisht vendimet, urdhrat ekzekutiv të presidentit. 77% e gjykatësve që kanë ngritur padi ndaj presidentit Trump janë të liberal, gjykatës liberal të majtës, të emëruar nga Biden 69, Obama 66 dhe Bill Clinton rreth 28-29. Pra, e majta kërkon të ndaloj dhe të pengoj zotin Trump për të mos mbajtur premtimet e fushatës dhe për të ndaluar. Edhe pse është e drejta e presidentit, si të drejtoj politikë në jashtme, jo e gjykatave, si të mbroj kufin të Amerikës. Mbasi të duket habi pse Trump pezulloi dhe ndaloi $9 miliard ndihma federale për Harvardin. Shumica e këtyre gjykatësve liberal janë produkt i shkollave, i kolegjeve Ivy League, quhet këtu Harvard, Yale, Duke, të cilët e kanë ulur shumë në nivelin e pranimit të studentëve. Ka pasur dikur Harvard dhe një provim në matematik, se kalon askush nga këta, siç është gjykatësi i Washingtonit, i cili donte të ndalonte avion me terroristët nga Venezuela të dërguar në El Salvador. Pra, kolegjet dhe universitetet sundohen nga e majta radikale, wokiste, prodhojnë studentë të cilët janë masa e madhe që mbushin gjykatat kur propozohen nga e majta amerikane. Nga 200 padit ndaj zotit Trump, një masë e madhe, rreth 107, janë nga distrikti i Kolumbias, këtu në Washington. Por një xhaxh në Hawaii, kam thënë, një xhaxh gjykatës që mund dalë, dhe janë ato zona ku janë gjyqtarët liberal. A e ndalojnë do Trumpin? Jo. E vonojnë? Po. Vendimi shumë i drejtë, pra siç e thash, ti hiqte $9 milion Harvardit, i ka hequr Kolumbias. Shkaku është gjetur me protestat pro Hamasit, dhe është fakt që student palestinez nga vendet muslimane vinë falas, përfitojnë nga programet, sponsorizohen dhe janë anti-amerikanë. Të kesh një vizë nuk është një jetë drejtë, është një privilegj dhe Amerika ta heq kur doj. Ndaj ka filluar të heq vizat e studentëve dhe është thënë që këtë vit Harvardit do t'i ndalohen studentë huaj. Gjithashtu është hequr statusi i mospagimit të taksave, një status
që e ka favorizuar Harvardin, tax exempt si quhet këtu. Pra Trump, mbas sulmin që i ka bërë oligarkëve, duke shkundër tregun e aksioneve të Wall Streetit, duke menduar për njeriun e Main Street, por media këtu, media e majt, vazhdon me nivelin urrejtës ndaj zotit Trump, duke shkputur nga realiteti dhe duke mos e kuptuar që përse zoti Trump fitoi. Në takimin me Melonin, Trump e tha qartë që unë fitova nga premtimi për të mbyllur kufirin që ishte hapur nga Joe Biden. I ka premtuar Melonit vizit në Rom dhe aty, si një perandor, mund të pres edhe liderit e tjerë të BE-s për të diskutuar një marrëveshje tarifash reciproke në favor si të Amerikës edhe të BE. Një analizë mënyrës se si ka lindur tingujt dhe fjalët e gjuhës shqipe dhe se si alfabeti i gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. 16-17 gjithë veprat i merr me radhë me gjithë veprat e Budit, Bogdanit, doktrina kristiane, çdo gjë është me alfabetin që ku i keni. Botimet e para të viteve 1635 gjitha në alfabet latin. Pra alfabeti i bashkimit pak a shumë ishte një alfabet që e kishte pru historia në këtë gjendje që e kemi sot. Puna ishte që jugu Shqipërisë kishte një alfabet stamolit, një përzierje me gërma latine dhe greke, kurse Shqipëria mesme ka pas alfabet me gërma arabe. Tani lind pyetja. Më i vështirë me gërma arabe. Patjetër, nuk u përshtaste me praktikën 400 vjeçare. Si manastirit ndoqi traditën 400 vjeçare të etërve katolik. Këtë gjë e ka marrë përsipër pikërisht Bajotopulli. Merita për mua e vendosës pas një diskutim. Është e patër gjeshfishtës, nga pikpamja gjusore, lingustike, profesionale, pa diskutim. Po unë mendoj që po kaq përgjithësi, ka dhe Bajotopulli. Fakti, Bajotopulli ndërtoi një komitet 11 vetash, duke vënë në krye patër gjeshfishtën, ishte humbja pare shumicës muslimane në Kongres. E themi, Fishta, Luq Gorakuqi, Ndrëmie, Damitat Frashi, Bajotopulli, Vrioni, Kolonja, Budat, Cilka Gjeriazi. Në qoftë se raporti ishte 1-9, 9 musliman dhe 1 katolik, në komitet u vunë 4 musliman dhe 6 krishterë. Vasil Dilo, unë e gjesh të shprehur, kështu, haptas fare. Në qoftë se kleri katolik shqiptar është me të vërtet shqiptar, ekzistenca e Shqipërisë të dedikohet vetëm atyre. Kjo është e shkruajtur me kjo. Ndjenja e Adeu. Puna është, siç e kuptoj unë për shembull, për këtë punë punon 400 vjet klerikët katolik, që hapën shkolla për ruajtën shqipe. Shpikën letërsinë, ata e shpikën letërsinë shqipe. Bile, tek Atustin Rota, po të shofish, ka një gjë të mrekullueshme ku na tregon se si ka lindur tingulli dhe fjalën e gjuhës shqipe. 1968, që është mbajtur në botuar në Shqipëri apo? Jo, në Prishtinë. Prishtinë. Dhe profesor Ahmet Kelmendi, gjuhëtar, ka një analizë në 2 faqe, ose më saktë, 1, 2, 3 faqe gjys, një analizë të mrekullueshme mbi mënyrën se si ka lindur gjuha shqipe fillimisht. Edhe shkruan, influenca e tingujve indo-evropian mbi vokalizmin e gjuhës shqipe mori fund në shekullin e 14. Domethënë, në shekullin e 14, pa hitur turqin. S'ka punë fare me turqin këtu, kemi formimin e gjuhës shqipe. Formule pakëzimit. Dhe ata që pretendojnë që gjuha shqipe është e lashtë, është e vjetër, nuk kuptojnë një gjë. Fjala e lashtë do të thotë gjendje, situacion social. Kurse fjala e vjetër është çështje kohe. Nuk është gjuha shqipe e vjetër. Gjuha shqipe është tepër e re, ka 400 vjet gjuha shqipe. Por struktura e gjuhës shqipe është tepër primitive. Është tepër primitive. Dhe këtë gjë të paktën Androkuli Kostallari e tha në Kongresin e Drejtshikimit vit 1972. 50% e leksikut të gjuhës shqipe ka karakter monosilabik. Jemi në vitin 1972, domethënë gjithë bota ka ecë përpara, 50% e fjalëve shqipe kanë karakter monosilabik, në kohë që as gjuha e Evropës nuk e ka këtë pozicion. Kleri katolik shqiptar u bëri gjuhën, u bëri letërsinë, dhe kur i lindi kjo gjuhë dhe kjo letërsi mbas 200-300 vjetëve, ne bëm budallikun e madh që këto u akputëm kokat.
Mos ishte Selia Shenda, as Hungaria, ne as gjuhë shqipe s'do kishim pas, as shet shqiptar s'do kishim pas. Të që gjërat do në thënë si të qanë. Europa kontrollohet nga e majtë. Trump e di. Ka përfituar nga mbrojtja dhe siguria ushtarake afruar nga Amerika, pa shpenzuar asgjë. Ka një suficit tregtar thuajse të njëjtë që Kina ka me ne, me Amerikën, dhe tashmë është në një pozicion që duhet vendos nga që anë e historisë është. Kinezët i kanë afruar aleancë, bashkohuni me ne, të fitojmë ndaj luftës tregtare amerikane. Si mundet perëndimi, qoftë i drejtuar nga majtët, të bëj aleancë me një vend komunist kundër këtij vendi që e ka shtjeruar, e ka rindërtuar, i ka rindërtuar sistemin politik, të medias, gjithçka. Europa ka 3 mundësi veprimi. E para, të ri, të mos bëj asgjë dhe të pres nga se si do të shkojë kjo luftë tregtare midis Amerikës dhe Kinës. Mund të jetë pak aktive, pra në dëm të Amerikës, varianti 2 dhe varianti 3 të bashkëpunojë me Kinën kundër Amerikës. Në këtë rast humbja do të ishte shumë e madhe për Bashkimin Evropian. Trump është bombastik, e kam thënë, e unjoron BE-n, nuk e vlerëson, por sidoqoftë, baza e shoqërisë amerikane vjen nga Europa. Janë rreth 40 milion, le të themi, irlandez me origjinë, gjerman, baza protestante që kontrollon votat shumicës të republikanëve. Pra, nuk mund prishet kjo aleancë, qoftë edhe nga një president që fundit, mas 3 vjetëve, do të largohet. Sepse Trump është president në ikje. Senatorët e kanë mandatin 6 vjeçar, do të jenë përtej tij. Kongresi ndryshon çdo 2 vjet, por Trump duke kontrolluar 70% të partisë republikane, i ka heshtur të gjithë. Në vendosjen e tarifave ka të drejtë. Kanadaja ka përfituar me 50-60 miliard dollar. Meksika shkon deri në 170 miliard. Kina e ka 300 miliard suficitin tregtar, thuajse po kaq edhe Europa. Por Kina nuk mbaron këtu. Kina është rreth 1 trilion në dëm të Amerikës, sepse 300 miliard dollar janë nga interesat që Kina merr, sepse kontrollon rreth 759 miliard bonave të thesarit të Amerikës. Plus vjedhjet intelektuale, mashtrimet, tregtisë përmes Vietnamit, apo dërgimin e fabrikave ku montohen në Meksik, pasi Trump vendosi një tregti të lirë Meksik, Kanada, Amerikë, dhe kompjuterat kinez prodhohen në Meksik dhe shiten në Amerikë. Amerika nuk ka nevojë për prodhimet kineze. Amerika mund të prodhojë gjithçka kështu. Në këtë betejë Kina do të humbas. Me mira fabrika, punëtorë që punojnë si sklever, nuk do të kenë punë. E njëjta gjë do të jetë me Europën. Dhe Trump e di këtë power, këtë forcë të madhe. Natyrisht problemi është që edhe Trump kontrollohet. Wall Streeti kontrollon. Pra rënja e stokut 2-3 ditë nuk mund të shkonte në tutje se kaq. Sepse ishin 10 trilion që humbën. Por siç e kam thënë që 80% e stokut në Wall Street kontrollohet nga 1% deri në 8% e amerikanëve. Amerikani thjesht nuk ka investuar në stok, por ka investuar tek pensionet, ajo që quhet 401k, ku kompania ku ti punon dhe vetë kontribojnë dhe ti në dalin pension, shifrat mund shkojnë dhe 1 milion, 2 milion dollar, varet, por kjo është në treg, në aksion. Pra këto fonde janë futur, ai person që do dilte në pension këtë muaj ka psuar dëm të madh, sepse tregu do të arrimar veten, pa diskutim. Bota është multipolare. Trump kërkon të ndryshoj rendin botëror,
se sa do arri është vështirë. Kjo nuk mund bëhet me mandatën e një presidenti, qoftë ky të Donald Trump. Ndaj nuk është rasti që është përzgjedhur J.D. Vance si zëvendëspresident, larg qoftë në një vdekje të presidentit Trump, ai do të jetë president, dhe një nga kandidatët kryesor në 2028, por për mendimin tim më mirë për Amerikën do ishte DeSantis, Rubio, sepse J.D. Vance u përzgjodh nga djali mediokër, vllai Vučić dhe ky Donald Trump Jr. Janë rreth 270, jo pak, dhe Elon Musk po i bën një ndihmë të madhe kombit amerikan, duke sakrifikuar dhe psuar humbje tek Tesla, por është një person që po sfumon kancerozin e sistemit amerikan, George Soros, duke dhënë $250 milion në fushat dhe duke vazhduar të ndihmojë kandidatët konservatorë amerikanë. Është një person që ka votuar gjithë jetën majtës, që e ka kuptuar që e majta amerikane punon në kundërshti me interesat kombëtare amerikane. Ndaj, demokratët nuk po zgjedhin dot një lider as për 2028. Duhet filloj që tani, në qoftë se kërkon të fitosh në 2028. Por në qoftë se Trump vazhdon me on and off me tarifë dhe nuk ka sukses, do të pësojnë në zgjedhjet e midtermit. Në këtë luftë frontale të zotit Trump, këtë javë do doja të ndaleshe tek thuajse përgjysmimi i buxhetit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pritet që të kalojnë në Kongres. Rubio nuk po flet. Trump deklaroi se do të shkrihen, do të mbyllen 30 ambasada dhe konsulatat huaja. Dhe duke shkurtuar 50% buxhetin, teknikisht do të shkarkohen masivisht diplomat, të cilët siç e kanë thënë 74% janë demokrat të regjistruar. Kjo është kultura korporative e Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk e ndryshojmë dot. Personalisht unë e falenderoj sepse si fokus gjithmonë ndaj nesh janë treguar serioz, janë përgjigjur ndaj çdo pyetje që ne i drejtojmë, duke përfituar që si gazetar jam atashuar pranë Departamentit Amerikan të Shtetit tek qendra medias huaj. Këtë javë dërgova një pyetje zyrtare lidhur me deklaratën e Laçivitës për non-gratën e Berishës. Dhe më vjen mirë, jo dhe çudi që përgjigja ndaj Fokus dhe ndaj MCN-s ishte e njëjtë me përgjigjen që i dhanë një kanali prestigjos Fox News, no comment, Robert. Në Shqipëri kjo u mor sikur është injoruar Berisha. Unë e marr ndryshe. Në faqen e internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit është hequr deklarata e Antony Blinken kur deklaronte non grata, edhe pse nuk non grata, edhe pse me të nuk përmendet kjo fjalë ndaj zotit Berisha. Por tek web page e ambasadës në Tiranë është. Pra, diçka po luan. E kemi thënë që administrata ka drejt ta heqë non grata. Mos ngatroni sanksionet e Departamentit Thesarit, listës zezë presidentit, me sanksionet non grata të Departamentit Amerikan. Thesari, rasti i ministrit hungarez, bën ngrirjen e pasurive, sekuestrimin e tyre dhe ndalohet hyrja. Lista zezë janë lista e personave që konsiderohen si terrorist. Në departament, më tepër është qëndrim politik. Por duhet jeni të qartë që sekretari amerikan i shtetit është i detyruar të dërgojë një raport në Kongres, shoqëruar me dosjen për KAC, mbas vendimit që merret nga sekretari i shtetit, i cili duhet të ketë fakte të besueshme për të mbështetur vendimin e tij. E kam thënë që lëvizja e Berishës duke marrë Laçivitën që ishte bashk menaxheri fushatës Trump, ishte lëvizje e zgjuar. Është folur dhe përfolur shumë për pagesat
që mund këtë marrë La Civita, falas nuk ka. Por në qoftë se shikon, La Civita nuk është vetëm. Në kratë Berishës ka qenë dhe një emër shumë i shquar i Keishtrit, Paul Manafort. Paul Manafort është personi që e nje zotin Trump që në vitin 1981. Një çast. I mean, I hear all these things, but I know Trump. I've known Trump since 1981. Clients when I started Black Manafort and Stone in 1980 after Reagan was elected president. Është person që ka punuar me presidentin Reagan dhe në vitin 1981 kanë ngritur firmën Black Manafort Stone, Roger Stone. Charles Black ka lidhje të hershme me Berishën. Pro bono ka lobuar për zotin Berisha, ndaj dhe Manafort më tepër është i dërguar i tij se sa i La Civitës. Unë habitem, çuditem nga shumë persona në Shqipëri që nuk e njohin fare politikën amerikane, të cilët hidhen në sulme, njeriu Moskët, nuk ka asnjë shans që ka qenë më, është lobist. Lobisti punon, ka qenë për Ukrainën, po. Duke dashur të sulmonin presidentin Trump gjatë fushatës elektorale kur ai ishte menaxheri në 2016, natyrisht që do dëmtoi Paul Manafort me akuza tek ajo që quhet Russian ndërhyrje ruse. Po në fakt provat e fundit dolën që ishte gjithçka e stisur dhe nuk ishte Russian collusion. Kontaktet e Manafortit, por ai që ndroi burrërisht, siç ka thënë zoti Trump, nuk dëshmoi kundër tij, pranoi probleme me taksat, akuzat ishin për pastrim para, siç bën çdo lobist që kërkon të mos paguajë taksa. Pati një dënim, u fal nga zoti Trump, por libri i tij i fundit i burgosur politik sqaron çdo gjë. Akuzat kanë rënë gjitha, është një person shumë i zgjuar, ka pasur apartamentin Trump Tower, shumë i lidhur me zotin Trump, madje gjatë fushatës ju ngarkua detyra që ta dilte të fliste në emër Trumpit nëpër ekrane. Por me zotin Trump gjithmonë është një problem që shohun e drejton ai. Dhe në një çast kur ishin dhe këto akuzat e Ukrainës, taksave, u largua, por Trump e ka thënë që fitoria e tij është marrë tërësisht prej zgjuarsisë, aksesit të Paul Manafortit. Çdo lider evropian që mund të kishte pranë tij La Civitën dhe Manafortin, pa diskutim do të ishte triumfues kudo në proceset në një zgjedhje, një fushatë elektorale, në qoftë se vendi do të ishte normal edhe zgjedhjet nuk vjen. Sepse një person si Manafort, i cili ka një nivel intelektual shumë më të lartë se La Civita, të jemi realist, do t'jap një segment nga La Civita, do t'jap dhe një segment kur ka qenë me Tucker Carlson, zoti Manafort, dhe duket. Sistemi amerikan kështu funksionon. Lobizmi, janë rreth 2000 të regjistruar si lobist, ajo që quhet Kate Street kanë forcë të madhe. Fara ka qenë që duhet regjistruar si agenti huaj kur mbron një qeveri, dhe këtu janë bërë hetimet, këtë radhë është zbërur shumë, nuk është më i butë zoti Trump. Tani, të kesh në kran breshja, personin i cili 2 javë më parë ka qenë 3 orë në Mar-a-Lago, nuk është gjë e vogël. Rama do kishte dëshiruar shumë që ta kishte Manafortën, La Civitën, sepse Rama hiqet pro-amerikan i madh. Por problemi është që nuk mund të jesh me Wokistë dhe me Gate, me Alex Soros dhe të jesh me zoti Trump nuk harron. Nuk harron askënd. Mjafton një deklaratë që kishte bërë Pompeo për 6 janarin, iku nga Pentagon, ishte sigurt emërimi i tij. Ndaj Rama mos ketë fantazi, sepse zoti Trump e di, ose stafi di,
thjesht Lasivita, që e cili ka një akses shumë, ai natyrisht nuk përfaqëson qeverinë amerikane dhe është foshnjërake të bësh një pyetje të tillë që jo. Nuk thot jam lobist, nuk është regjistruar, sepse ka ndryshuar shumë, po them administratën është më elastike, thjesht ka marrë përsipër drejtoi fushatën e një grupi djathtë konservator. Por Lasivita ka qenë drejtori ekzekutiv i Partisë Republikane, pra nuk është thjesht ai qytetari thjesht amerikan, dhe që ka akses në fjalimin e sesionit të përbashkët Kongresit dhe Senatit, ishte i ftuar tek boksi i shtëpisë Barr. Ishte ngjitur me drejtorin e FBI, një ditë përpara që në Fox News. Nuk është njëri i fjalimeve, i televizioneve, por është ai bully commando, sidomos në reklamat asgjësuese. Dhe këtu do të kishte forca tek zoti Berisha. Për mendimin tim, Berisha fushatën s'ka nevojë t'ia bëjë një huaj. Por për të patur një grup amerikan në një fushat me dikë që mbështetet nga lobet më të këqija amerikane si Rama është një plus i madh. He put the country first as president. And he said that I've got to work with the Democrats. If I try and lock her up, I will destroy my ability to be an effective president. And even when they were impeaching him, he was still working with the Democrats on policy stuff. So what will he do as president number 47? I think he'll do a lot of what he did as number 45. He will focus on things, an agenda that will make the country better, that make America great again, which is his, because he sees this is his legacy term now. And he doesn't want it to be filled with the kind of anger and volatility of the first term with all the impeachments and things like that. And so I think he understands getting even is not getting smart. And I will be surprised if he does anything but reach out across the aisle and try and pass the legislation that way. He knows the dangers that the wrong people in office can cause, not just at the top level, but inside the system as well. And so I think there will be blue ribbon kind of commissions to, like Carter did with Stansfield Turner at the CIA, and when the CIA was coming through all the Iran-Contra stuff and things like that, or actually not Iran-Contra, but the Watergate stuff, where he had a commission put together that cleaned up the CIA, neutered the CIA, and I think not just the CIA, I think all of the departments and agencies where you have bureaucrats who have got their own agendas, not the American people's agenda, I think they will all be tested. And that's really what he's talking to Elon Musk about. I mean, cutting government is getting rid of not just the fat of government, but getting rid of the poison of government. And some of them are not just policies, they're people. And or departments, I should say. And the departments are defined by the people. And I think Trump is looking to reform government, not reform in a getting rid of anybody who doesn't agree with him, but reform government to put people, make the system work the way the system is supposed to work to protect the American people, not a political party or a political structure. And I think there are enough people who have manifested themselves as committed to his Make America Great agenda, which is an agenda that is pro-American, not pro-Trump, that he'll be able to find the right people to do that. There'll be conflict, but I think you can't let yourself be governed by the fear of conflict versus the fear of doing something right. And I mean, I believe in, I hear all these things, but I know Trump. I've known Trump since 1981. Clients when I started Black Men at Fort and Stone in 1980, after Reagan was elected president. He wanted, Roger Stone, one of my partners in 1980, handled the Northeast for Ronald Reagan in New York. And in the course of running that operation, he got to know Trump. And Trump was always interested in politics, and wanted to have sort of eyes and ears in Washington. He liked Roger, and so he hired us to just be his political eyes and ears in Washington. And he had things we did, but as there were legitimate issues that we get involved in government.
sepse unë jam këtu. Në një vend që nuk funksionon normalisht, çdo gjë anormale pritet. Ajo që unë kam është kjo që si do të sigurohet mosvjedhja e votës nga Rama, i cili është ndërthur, i ka përthyer me krimin thellësisht. Por çdo gjë në qoftë se ngjet në Lasivita, Paul Manafort nga pas do të kenë fuqi shumë të madhe këtu. Që të mos njihet aq më tepër që dhe partitë e vogla mund të kontribuojnë në këtë largim të Ramës dhe kthim të së djathtas. Sistemi zgjedhor është shumë ndëshkues ndaj opozitës që duhet të vinë pushtet për të bërë rotacion, se kuptoj pse, listat e mbyllura një nonsens tjetër, dhe mos vendosja e mandateve për një kryeministër. Ne nuk duam dikë si Orban, Erdogan, aq më tepër që vim në Shqipëri nga një vend që kemi vuajtur nga këto lloj diktaturash dhe njerëzish autoritar. Por njeriu beson atë që do të besojë. Votuesi i PD-s është votuesi i PD-s, votuesi i PS-s është shumë e vështirë që t'ia marrësh votën, por janë këto. Ajo partia më e madhe është partia e heshtjes. Zona gri, fjalë shablone, mediokre, le ta shikojmë, ja. Secili qëndron ato që qëndron, jep atë kontributin e tij. Do të ishte më mirë të ishin regjistruar më shumë nga diaspora, edhe këtu problemi është, sepse opozita mbas 12 viteve ishte shkatruar dhe ekonomikisht se kishte forcën, ndërkohë që shteti punon është shumë i fortë. Që nuk duhet vazhdoj mbas 12 vjetësh partia vazhduese e Partisë Enver Hoxhës, këtë e di çdo njeri. Propagandën e të majtës Ramës, i cili me batuta kërkon se mund të kalojë gjithë jetën, nuk e blen më kush. Po tallet edhe Basha. E ka gjetje fantastike o Rame, edhe pse Basha nuk përfaqëson asgjë. Por nxjerr fytyrën e vërtet Ramës, i cili ri në Facebook, pra nuk bën punën e tij si kryeminist. E kam thënë që Berishës mund ta urresh, mund ta shash, mund mos e duash, por është serioz në këtë fushtat, premton me detaje, ka një program, Rama s'ka. Por ata që vendosin janë shqiptarë. Në lidhje me paqen e Rusisë dhe Ukrainës, Trump ja ka besuar një miku të tij, Witkoff, i cili këtu në median amerikane cilësohet njëri pa përvojë, karagjoz në aspektin diplomatik dhe ka bërë disa deklarata nonsense duke mbështetur haptas Putin. Unë e di që Trump e di se Putin është vrasës. E kam thënë që e lajkaton që të kërkon ta fusin biseda, ndërkohë që përdor edhe Rubion. Por personi që e njeh shumë mirë Ukrainën është Paul Manafort, i cili ka mbështetur dhe Yakonovic dikur, i cili ishte i zgjedhur i Moskës, po lobistët mbështesin, nuk i din interesat amerikane. Fakti kur i hoqën në ngratën e thesarit është kundër interesat politikës tonë. Pra këtu vendoset mbi gjithë ka interesat e këtij vendi. Nuk ka mik Amerika, ka interesa. Për mendimin tim, me fat që jemi në influencën amerikane. Çfarë thoshte Manafort për Ukrainën? Vendi korruptuar, një segment component for Russia, where they had their bases and where it was an access to the Black Sea. That was, and it was a very Russian enclave as opposed to Ukrainian. That was the first place he struck when he had saw the opportunity under Obama. And so I think that I will be surprised if anything changes on Crimea. That's too much of a swallow without Russia losing the war. Yeah. And do you see that happening? No, I don't. I don't see them winning the war, but I don't see them losing the war. I think that there are economic issues of rehabilitation of the country, reconstruction, because Eastern Ukraine is destroyed, both the industry and the whole infrastructure. I think Eastern Ukraine
will be in some capacity still part of Ukraine, whether they have autonomous zone. Kani Kosova, aleatin më të madh kanë Amerikën. E kam thënë, në Europë nuk është më Austro-Hungaria, me të Gjermania dhe në Ballkan është Turqia. Fakt. Ideja që Trump mund të largohet nga NATO më tepër është propagandistike dhe ai lloj sulmi që u aprovua edhe nga Rubio që kërkon 5% GDP-s është i drejtë. Kam pasur ish ambasadorin amerikan në BE, mund ta gjej në arkiv, që thotë jo 5% dhe 12% duhet të paguajnë vendet evropiane. Sepse në kurizë të mbrojtjes shpenzive të mëdha amerikane kanë përfituar shtetin e tyre social dhe si thot ai, i ke gjatë gjithë ditës nëpër kafene, nuk punohet si këtu. Evropa duhet të vetë forcohet. Nuk është forcë diplomatike, nuk ka forcë ushtarake. Është problemi i Europës. Dhe Europa fatin e ka të ndërlidhur me Amerikën, qytetërimi perëndimor. Por nuk mund të vazhdojë Europa me hapje kufish patologjik, futesh miliona nga një kulturë tjetër, shumica që nuk punon dërin në korrizë të sistemit të welfare-it gjerman të subvencionuar nga Amerika. Apo në Francë, nda jo më kot BE u largua se e kuptoj. A do të ekzistoj BE? Ndërkohë që Rama vazhdon me ato frallët që unë ja pasaportën. Në qoftë se BE-ja do të na pranojë, nuk ka lidhje as me Ramën as me, është për të gjithë. Siç na futën NATO. Po duhet Shqipëria të kishte hyrë në BE përpara Rumanisë dhe Bullgarisë. Na paregjykojnë si vend musliman, s'ka logjik. Por duhen burra shteti siç ishte Bush që nuk pyeti askënd kur Shqipërinë e futi në NATO. Respekt dhe mirënjohje ndaj tij. Pra, në këto 30 vite aleatin më të madh Amerikën kemi pasur dhe kemi. Jo BE-n e Francës, po dhe Gjermanisë që nuk është më ajo, nuk është Gjermania e Bismarckut. Ndaj edhe në Ballkan dhe Kosovë dhe në Shqipëri aleanca duhet të jetë Amerika. Rama po e tregon qartë që është për Europën. Shumë i ftohtë me Amerikën se e di që këtu është injoruar. Berisha të pak for public release. That is information that is considered controlled, unclassified. Trump ka drejt në shkurtimin e administratës, sepse si do thoshte edhe Paul Manafort, ky emër i madh i republikanëve, që janë interesa të njerëzve të caktuar që vendosen mbi interesat e kombit, mbi interesat e atdheut, mbi interesat e Amerikës. Dhe jo thjesht do të godas departamentet Trump, por pikërisht këta njerëz janë ata që bëjnë politikat e departamentet janë kundërshtim ndaj tij. Ende në departamentin amerikan të shtetit nuk kanë filluar emërimet masive, janë bllokuar ambasadorët, ka kaluar vetëm numri 2, merr kohë, është administratë e madhe, është një kundërshti, nuk është e lehtë. Mjafton të jap një fakt ç'po ndodh me FBI. Kashel Patel dhe Bongino premtuan reforma masive, sepse fakti është që FBI ka probleme. Bill O'Reilly në broadcastin e tij është marrë me problem kur FBI ka 37.000 punonjës. Në 100 vjet Kongresi ka bërë vetëm një herë hetim ndaj FBI përpara 50 vitesh. Duhet bërë një hetim nga Kongresi për FBI. Merret rasti me Ganigal. 90% pa diskutim ka qenë spion i Rusisë. Por për FBI, për kulturën e tyre, nuk është krimi më i madh kundër vendit, korrupsioni, por krimin më të madh ata konsiderojnë dëmtimin e imazhit të FBI nga njerëzit e tyre. Ndaj e falën John McGonigal, i cili në fakt është në burg, por është për akuza, nuk ka deklaruar $225.000 të marra nga Rama dhe nga oficeri i sigurimit, apo nga deri paskaja me rusët. Kaq, por nuk është këtu. Faktet ka qenë shumë të mëdha. Ka qenë ai që me rol kryesor tek dosja e stisur ndaj Trumpit.
Dhe po tyet thellë, ndaj kërkohet hetim nga Kashil Patel dhe Don Borgjino për McGonigal. Është dhënë urdhër nga Trump. Dhe në qoftë se vërtetohet që ka qenë spion rus, unë besoj se po, dënimi do të jetë maksimal, do të hapet çështja, dhe kjo na intereson se duke hapur çështja ti del ndyrësira e korrupsionit nga zoti Rama. Se Rama, shoku Rama, për polites po I themi zot. Por nuk qenë kaq lehtë. Është e vështirë që drejtorët të kontrollojnë FBI. FBI me burokracinë e saj kontrollon drejtorët. Themeli, baza e leadershipit janë temëruar nga George Bush. Nuk e duan Trump. Por pjesa tjetër është nga Obama. Pjesa e DI, pjesa e atyre personave jo vetëm të paaft, pra u hap duke futur gay, transgender, në rastin e New Orleans, kur ndodhi akti terrorist me atë makinën që vrau njerëz, dhe kur majori e qytetit tha që është akt terrorist, kreu I zyrës të FBI tha nuk është krim terrorist. Skandal. Dhe më e korruptuara është pikërisht njësia e kundër inteligjencës, kreu të cilës ishte në New York, McGonigal, është me 1200 oficerë të FBI, zyra më rëndësore e FBI-t, mbase me më shumë rëndësi se sa dhe zyra e Washingtonit ku ka 7.000 vetë. Por në FBI punën njerëz ndershëm, njerëz që duan vendin. Manaxheri zyrat e larta janë infektuar nga ky helm dhe ata luajnë. Është shumë e vështirë t'i qash. Ndaj dhe Kash Patel ka ngelur me Don Borgjino dhe pse ka bërë premtimet mëdha. Në qoftë se nuk mban premtimet, më mirë të largohen. Nuk e kishte nivelin për atë vend. E votuan thjesht se u propozua nga zoti Trump si mbështetës, si flakt. Por FBI, sidomos vendi I dytë I Don Borgjino, duhet ishte nga dikush që ka punuar atje. Kjo e dëmton dhe nuk është e lehtë. Ne na intereson hapja e dosjes. Dosja kam thënë mund kërkohet në gjykatë. Të spak duhet ta kishte hapur hetimin ndaj Ramës, sepse flitet për miliona e miliona dollar dhe ndërthurje segmenteve kriminale me zyrën e Ramës, me Duçkën dhe me McGonigal. Dhe prallat e atyre që merren me Manafortën, Rama është me krimin shumë I ndërthurur. Pa I votuesi thjesht shqiptar, thjesht ka një vot. Në qoftë se ja vedhin, nuk ndodh përmbysja. Por gjithmonë ka një fund. Sepse në vitet 90, kur filloi ai dominoja vendeve të lindore, na thonë në Shqipëri nuk arrin. Sepse e dinim sa e fortë ishte diktatura. Por nuk dinim atë që ekonomia kishte shkuar. Dhe është e turshme që sot në gjykata, në prokurori, në për ambasada, ambasador, ka pasaportë diplomatike Lenka Çuko, janë përsëri hijet e atyre që e shkatruan këtë vend, e morën peng dhe na larguan nga familja europiane. Nuk ka asnjë lloj kuptimi, akoma ka nostalgji. Ka ndonjë që kemi qenë mirë, askush s'ka qenë mirë në atë kohë. As mund bëhen krahasime fare. As mund bëhen fare. Absolutisht. Jo thjesht varfëri, mbyllje. Ky sistem është sistem I lirë dhe shqiptarët jo më kot janë bërë popull I kanak. Kanë kërkuar rrënjët e Europës vetë. Ato kur thot ai do t'i jap pasaportën europiane, idiotliqët e tij gjysma shqiptarë kanë marrë vetë pasaportën. Dhe janë të suksesshëm. Javën e kaluar kisha një vajzë që ishte në Irlandë. Kishte ndërtuar biznesin e saj, vegani, dhe kërkon të hyjë në garë me një parti, nuk e di, Lëvizja Kombëtare e Osmanit, thjesht për të kontribuar për vendin e saj. Njerëz tillë na duan. Dhe njerëz tillë ka plot. Unë kontaktoj, duke patur faktin përmes kanalit tim Focus TV që kam në New York, kontaktoj me shumë njerëz. Ata që duan të shikojnë më shumë,
FocusTV.net, unë kam për natë dhe më të zgjeruar. Nga unë, Robert Papa, natën e mirë dhe një kërkesë për miqtë e mi. Dikur në thonin që vota është plumë për armikun. Përdorni votën për të larguar të keqen e madhe, Ramën dhe partinë e tij. Për gjithmonë.